pasur një person që ka qenë roje të akuzuarve në burg, ka pasur qasje në qelitë e tyre. Tani dëshiroj që të theksoj disa element të tjerë të rëndësishëm. Dhe këtu do të kaloj tek pika e radhës që është pika 10. Edhe në këtë rast, në këtë çështje gjyqësore, kemi pasur një person që ka qenë roje të akuzuarve në burg, ka pasur qasje në qelitë e tyre dhe më pas u bë prokurori i tyre dhe ka ardhur, ka akuzuar ata këtu në gjykat, ndërkohë që dëshmia e tij është quajtur dëshmi e dëshmitarit. Këto janë pikat kryesore. Sigurisht ka shumë pika të tjera që mund të rendis. Megjithatë mund ta dini, të nderuar gjykatës, që ditë e sotme gjykimet ndërkombëtare nuk janë aq të shpeshta. Dhe ne parashtrojmë që ZPS-ja nuk duhet ta kishte humbur këtë mundësi dhe nuk duhet të kishte vendosur fare të akuzuar, por në veçantë klientin tim përpara këtij gjykimi. Çfarë nuk do kishin bërë vende të tilla si Ukraina, Sudani, Palestina, Afganistani, Myanmari, Venezuela, Irani, shumë vende të tjera që kishin mundësinë që të vendosnin drejtësi, mundësi që e ka pasur të plot ZPS-ja me bashkëpunimin dhe mbështetjen në plot të Kosovës. Dhe në vend që ta kishte bërë punën e vet në mënyrë të përkohur, ZPS-ja thjesht ngre një çështje vetëm për një anë të konfliktit dhe nuk e bën punën e vet siç duhet. Mendojmë të nderuar gjykatës që është e rëndësishme të theksoj që Kosova e ka nisur dhe e ka mbështetur këtë gjykatë ndërkombëtare.